Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku revani. Fillojmë me shërbetin. 2 gota sheqer, 2 gota ujë, edhe lengun e gjysmë limonit. E përzim shërbetin që të shkrehet sheqeri. Shërbetin e kemi gati. Tani do ta heqim nga zjarri që të ftohet. Fillojmë me përgatitjen e revanisë. Katër vezë dhe 200 gram sheqer. Një 125 ml vaj lule dielli, 125 ml qumsht, 200 gram kos, 1 lugë vanilja, 200 gram semolina, edhe 200 gram miell, 2 lugë kafe baking powder, marrim tepsi, e lejmë pak me vaj, dhe hedhim revanin në tepsi. Revanin e kemi gati, do ta fusim në furrë që të pjeket në 180 gradë për 40 minuta. Revania është gati, e kemi hequr nga furra. Do ta presim. I hedhim dhe shërbetin. Do t'i hedhim pak kokonat sipër.